Ministri izraelit i sigurisë kombëtare Itamar Ben-Gvir shkaktoi polemika pasi mori pjesë në një mbledhje të Komitetit të Sigurisë Kombëtare me një stem në formë litari gjatë debatit për dënimin me vdekje për të burgosurit palestinez. Ai dhe anëtar të tjerë të partisë së tij të djathtë ekstreme, Otzma Yehudit, u kritikuan gjerësisht teksa projekt ligji po hyn në leximet e dyta dhe të treta. Ben-Gvir e mbrojti hapur propozimin duke i quajtur dënimin me vdekje një mjet legjitim dëshkues me opsione si varje, karrige elektrike apo anestezi. Këshilltarët ligjor të komitetit paralajmëruan se projektligji shkel standardet kushtetuese të Izraelit dhe ngresh shqetësime të thella etike. Megjithatë, Ben-Gvir i hodhi poshtë kritika duke pretenduar se 10 mjek i kanë ofruar mbështetje. Ben-Gvir njihet si kundërshtar i fortë ndaj palestinezëve pas zemrimit për një video që tregon forcat izraelite të sigurisë duke qelluar palestinezët që po dorëzoheshin në bregun perëndimor. Ministri i sigurisë i Izraelit, Itamar Ben-Gvir, ka ngritur në detyrë komandantin e njësisë akuzuar. Kjo u raportua ndër të tjera nga media izraelite Haaretz. Ben-Gvir e kishte mbrojtur më parë njësinë publikisht. Luftëtarët izraelit vepruan pikërisht siç pritej. Terroristët duhet të vdesin, shkroi ai në media sociale.